me vdek njeriu për vendlindjen e vet, është ma e madhja madhnin që ekziston në këtë dyje. Ma e madhja madhnin. Ai kështë balon, vrajem se gabim jam, kemi bo gabim, kjo është këtë gabim, luft gabim o kjo. Kishë pa bërtit, e kishë pa vrau. Leopardi, typ, në kokë. Ushqim kem pas. Po, e kem pas basën kup. Kup Krasniqin e kem pas furnizusin, basa kup, bile, ja u kalzoj një mahi. Ardhe herë basa kup, e mu ka ull me shpinë pej kuzhine. O konë dritarja kuzhinës që kash aty restorantit, që kash, kuzhina edhe restoranti. E mu ka ull që atje po ull me ftyra ndaj. Edhe tash unë e kisha i farë situatë aty si, më theshin ka pa komandantat, pa ko, mësë me dhun kuj ma hongër, pa ko. Gjithë kush marrë në ko, kur o koha ma hongër. Edhe tash i kom thonë, ardhë Rësembërisha të dera, kuzhinës, i thash, unë i pa shërën, thash, komandant Rësembërisht, thash, komandant, ka ullaj atje, pa ko, thash, mu ka ullaj atje, pa ko, se nuk o koha e bukës, thash. Shuj, Mr. B, ma ka bo, shuj, paja, Mr. B. Tha, shuj, thashe, pe ati e kem punizimin këtë pe. Ajo Batakup, Batakup si e kom pasë në voksh njerë, po. Morali ka qenë, thamune, fantastik ka qenë morali. Kom këtë djallin e vokshit që mu ka vratu i ri, Rifat Nitaj, i kom thonë, tash mu duke muhe se mu shtu një umri i ushtrisë, mu shtu vishin ma shumë ushtarë, ma shumë, e tash e kisha problem për kuzhinë, me i furnizim, kënë ardhë dhe paketa, kështu kënë ardhë, bukur dhe paketa me odhon me paket kështu, hop, po, i thash, o Rifat, thash basëm nevojitësh që tu bërë në kuzhinë, se s'kom fuqi punëtore këtu, nevojitësh që tu, në kuzhinë nevojitësh. Tha, jo Allah, tha, në rase më danë, qërë migjë, se më theke migjë, se unë e maj vjetë, theke migjë, që ty në vlazni të emen, në voksh. Tha, jo mardh me që ta shok, tha, jo mardh me hinë luft. Me hi me shku në luft, aty, tha, nuk e mardh munon, tha, as kuzhina, as kukun, tha, e mardh me që ta shok, tha, unë e këthena, tha. Unë e këthena edhe tham nuk m'la migja. Migja i merë, nuk m'la me shku në luft. E kom thira edhe Sadrilokën. Sadriloka ka qenë aty gati si kryesori për punizim, me lidhe me kupën e me krejt, për logistik. Logistik ka qenë udhëheqës i logistikës, komandanti Sadriloka. Edhe, i thash, baca Sadribra, këqyrë bre nalma që ta. Nalma se jënë gjinë, sa din, këtë kuzhinera jënë e më holla e më ndaj. Tonë din për kuzhinë, nitajt. Tonë jënë kuzhinera. Thash, nalma bra se më nevojitet këtu kë, se s'din gjo kë, se s'ka kryas ushtëria, s'ka din kë, se tin tërë që ati s'din s'ka ka bon. Nuk ngoj, ja, 3.000 trima. Tha, ja, s'nonna. Me që ta shok, edhe bravo, heroj. E kom pas në Mengjez e kom pas të kuzhina. Të kuzhina më kujtohet që më ka thonë bëmaj kafe. Edhe ja kom bëj kafe, se e bësh edhe me këto kafe, se kesh mësue, se lufta për të mësojke. Kesh mësu me i bësh edhe bukut mirë kafe. Një 3-4 kafe të paj, pa ta qitë kesh, po të në që i bësh edhe mirë. Se më pa të mësu edhe kë, e kisha kuzhinerë edhe këta t'junikut të kuqve. Kuqve e kom arruhem në dek. O dek, a ish kuzhinerë profesionist. Pa unë e ma shumë reshat e kuzhina, se unë edhe bësh e zmet zjema, e krejt, a ish profesionisti, a i vike veç kur ish qashtja ma ardhë. Thash, bacegim, thash, a në akcioni fort, thash, unë e di si ti, ta në akcionit i më të forta. Kështu i lynë ma to këtu, tha, Mr. B tha, me vdek, tha njeriu, qështu më ka thonë, me vdek njeriu për vendlindjen e vetë, është ma e madhja madhnin që ekziston në këtë dyje. Ma e madhja madhnin. Qëto mi ka thonë, o konë fjale atine, që ma ka thonë qëtë fjali, kur se arrej. Thonë, e ka pi kafen, edhe onis, tëllë që onis, andaj ka borri i garnizonit, ka borri edhe, jënë shku dhe jënë i ka tjenë në akcion.
Për ramin e tina erdhë lajme, erdhë lajme automatikisht erdhë. Po, këtë janë mërzit, këtë garnizoni, logistika, se ushtërinë kemi pas në luft. Logistika, veç ka ishim logistikë që asajde, jo kuzhina, jo u duke me mojtë jam dhez për ujë, se e kem pas i farë, e kosen verit, i fara si kazani, a ju mushke uj, e zjam për fundi, duke mi shti drunë për fundi, a i u mushke uj, e që i ke përqynë ujt për mu pastruhe. Për mu pastru atje në banjë, një 2-3 venda. Një 2 venda në kunë banjët, mu pastru, peq asaj, me nalësia, kunë ma në altë atje ma poshtë, e shkoj ke ujtë në zetë atje. Kunë një farë regle. Regull e zorit. Regull e zorit, e konë, po, diqysh. Dhe pordi, tha, Mr. Bim ka buzon, tha, poja. Tha, shama shka? Tha, a shka të kom prunë? Tha, shka më ki prunë, marë? Tha, sa kom prunë qëto, tha, a din serbisht? Tha, po, si shkijet, biles din me mdallu shkijet, edhe në Beograd pejkajt jam. Tha, na tonë e dim, kohë e vjetër e dim serbisht në tonë. Tha, foli, tha, serbisht tinaj, tha, se këtë kupton krejt, tha, edhe jep mi mirë ma hongër. Tha, se bën vakinja 3-4 dit, duesh me ma këshyrë. E lidhë e konë një vandë, se kish pas ato speciale, kish pas hytit, edhe ato mi lidhë, e konë një farë si njëri, me i farë qëskinje, atje, nga të kuzhine, e lidhin që ato. Tha, bëmi tha një 3 dit 4, tha dush me mi qitë me hongër mirë, tha, ky nuk e rrezikshëm, tha që me ty unë fill, si i ki folë, atër zdiku e qune, e muarën e qune të tërkat. Kapetoni të regojnë kapetonin, kër e ka vra kapetonin. Leopardi ka vra kapetonin kryesor të garnizonit, atje poshtë, është garnizoni atje poshtë, që ati kuen varezat e erojve, është i farë proske që shnu, tuf, e i farë u dhe keqe, e është shpia me tulla, garnizoni malë, bukur i malë i shkuna të garnizoni, është me tulla aty, është alo. Me do hekra, me do alamete, me i farë kulmi, se dhja kanë bukë, ja, kulmin e ka që ashtu, prishun. I shkon cilë, që i kapetoni 10 herë, i shkon cilë këne andej, të i thonë vrajem, a i kështë balon vrajem se gabim jam, kemi bo gabim, kjo është kretë gabim, luft gabim o kjo, kështë pa bërtit, e kështë pa vrau, leopardi pa, tif, në kokë, Baramazreki, pa, ka merita të tashme. Pse e kalon atje, zdiju, kalon e konë botën jashme, kom harrua konë Zvicera, në Gjermania, e është ardhë, ka qenë edhe i përgaditun, ushtarakisht ka pak adi kështu, me shërbim ushtarake, nuk ka qenë i pa përgaditun, edhe e kem bo komandant, po, edhe natën i qitë kënë regull, merke ka hermu, merke me veti natën, i qitë rojet, tup, një vand shkum, me baramin një vand shkum, të mësusi gjems, se gjem ku kale, aty i kem pas një 5-6 rojet që gjems, e kishin pa flet, në rrethit sa bojt shkum, tha, merja tha këto armet, merja tha ka dalë, tha me armet, e jo kom qu masonve, në komand, jo kom qitë masonve, kur ishin që tap, kur e në ardhë, i ka bo gaditun për paran, dhe tha, që shkujtu t'ju, pa e dini ku shokon me ja më armet aty? Jënë konë shkijet pe ati nërtit që jënë, ja u kanë më armet me na kesh, krejtu që kenë me na kesh, ja u kanë morë ju në gjumë, ja u kanë morë armet. Shkoni me Mr. Bean me një armet, edhe tjetë herë me flajt, kërset rrypi. Pa, që kërës më kujtohet,